Më gjëtë, teksa folshe për këtë çështje, më kujtu tragjedia e autobusit në Sofje, në Bullgari që ndodhi me Shkopjan që ishte. Shumicën e prindërve i njohim, edhe sa sabërtor pa të në qëllu, subhanallah. Çfarë sabri, subhanallah, sot e vazhdojnë jetën e tyre. Sigurisht, në të gjitha situatat, ajo është një prej rasteve që është rast i dhemshëm, pikëllues, tragjedi, gjithsesi, janë mbi 44 njerëz, domethënë janë mbytur ato, domethënë rrethonat paqartë hala deri tash, domethënë çka ka ndodhur konkretisht nuk e dim. Ajo është një moment domethënë ku besimtari tregon sabrin e tij, kur një i afërm i veti, kur një i dashur i veti, kur një fëmijë i veti, cilën domethënë vetë e ka lshu me durët e veta me shku në atë udhtim edhe ju ka kthy si xhenaze. S'ka marrën, ama besimtari e ka imanin, besimin Allahun e Madhërisëm, që nënkupton besimin në caktimet e Zotit. Sigurisht që nuk i lan për përgjegjësisë ata që kanë përgjegjësi në atë ndodhi në atë aksident. Mirë po, domethënë, besimi e bën atë që të përballon këtë moment të jashtëzakonshëm, dhemshëm, pikëllues, këtë tragjedi me durim. Edhe vazhdon jeta. Ata i çojmë te mëshira e Zotit, të vdekurit, ne vazhdojmë jetën me adhurimin e Allahut dhe normalisht kontributin për anëtarë tjerë të familjes që kanë vetë. Kujdesin për ta, do thot interesimin për ta e kështu me radhë.